Të pa bërë edhe shëkëta. Ue, qaj të rejqi në shkjerkshi. Triksh. Sa i lezeqëm. Që thot qyre? S'po marrë vesh asgjë. Nuk po kuptoj asgjë. Në gëngje, që po bën? Tek sho shejtan që më trëmbe, për tesh vdiqe. Po që bën mo të martë muti shalë të martë. Të trëmba? Po pse i vjen nënës gjithë më kështu pëmendje më timi? Është qef, nëna, është qef. Po kam shumë qef kur ti trëmbesh. Ego mari vogli nënës, qef, ashtu është. Po që po bëje ti, nëna? Po shikoje video TikTok-u në telefon? Ka, tja po shikon të nëna ca video në TikTok tu, po shikoja një qunë që më kujton Lonin, një shok që e kam patur në rini. Shok? Për para gjushit e ke patu këtë shokun ti, nëna? Po, biro, po, isha vajzere. Kër vinte Loni, vinte të më shikonte kur unë punoja me shoqet e mia. Ashtu? E çfarë bëje ti me këtë Lonin? Jo shumë gjëra, por bënim diçka, po ai ishte i ëmbël, po edhe pak budalla. Edhe unë i thosha, Loni, mos bëj si budalla. Loni, ti lutem, mos bëj si budalla. Ai pra bënte si budalla. Unë i thosha, Loni, ti lutem, Loni, mos bëj si budalla të keqe. Nëna, unë mendoja se ti kishe shkuar vetëm me gjyshin dhe me asnjë mashkull tjetër. Jo, të keqe nëna, jo. Nuk ka vajtë nëna me asnjë mashkull tjetër, vetëm me gjyshin. Ashtu? Shumë, tani jam i lumtur, nëna. Të keqe nëna, kryqi nënës. KP Pak TV.